nderuar bashkëdhetar kudo që ndodheni. Nga studio e televizionit Një Dritare, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj shikim të këndshëm. Një përshëndetje speciale shkon si gjithmonë për drejtorin e televizionit, profesor akademik Gjin Musën, të cilin e përshëndesim dhe urojmë shërim të shpejtë. Sonte kemi një të ftuar speciale. Është poete, kimiste dhe artiste shumë dimensionale. Ajo quhet Lindita Prenga dhe vjen lidhet tek nga Lezhë me ne. Mirëmbrëma Lindita, mirë se erdhe në studion Një Dritare. Kënaqësi që të kemi sonte me ne. Mirëmbrëma, ju përshëndes gjithë dhe falenderoj shumë për ftesën, juve dhe stafit tuaj. Është kënaqësi të jem prezente këtu. Si gjithmonë për të prezantuar më të mirën dhe më të dëshirueshmen për sa i përket pjesës tonë të artit, krimtarisë e tjerë. Jemi këtu të hapur për çdo lloj pyetje dhe për çdo lloj gjëje që mund ta bëjë këtë bashkëbisedim sa më të këndshëm dhe sa më të banal. Lindita, zakonisht më mirë se personi vetë nuk mund të flasim të tjerët për të. Por unë po them shumë pak dhe do vazhdojmë bashkëbizidimin me ty. Lindita Prenga ka lindur me 19/7/1973 në Orosh të Mirditës. Aktualisht jeton në Lezhë. Por studimet dhe jetën laborative dhe kujtimet fëmijore dhe të rinisë do na I thoj vetë Lindita. Lindita, nëse ke dëshirë të prezantohesh para teleshikuesve dhe më pas të vazhdosh me pak kujtime nga kujtimet e tua të rinisë, pse jo, edhe të fëmijës. Ashtu si kundër e cilësove dhe të në sipër, unë jam korriku të vitit 1900. Nuk dëgjohet mirë, Lindita? Një epokë. Nuk dëgjohet mirë. Duhet ngritur zëri pak. Okay. Nuk e di nëse studia e dëgjon mirë, unë nuk e dëgjoj mirë, rëndësi ka ta dëgjojnë teleshikuesit, në rast për edhe unë kam dëshirë ta dëgjoj. Okay. Atëherë ashtu si kundër cilësove dhe ti më sipër, unë jam me datëlinjës 1973, një epokë e cila për ne ka mbartur mbi supët tona një peshë vërtet të madhe, qoftë nga jo mënyra e jetesës, konstrukti, vjushmëria etj. Ashtu si kundër çdo lloj periudhe zhvillimit të jetës së njerëzimit, por ne mendojmë dhe flasim gjithmonë për epokën e të cilën ne kemi lindur dhe kemi vazhduar vjimësin. Duke qenë se unë kam qenë një vajzë e ardhur nga fshat, një cuc Mirdite si themi neve, unë I kam kryer mësimet e shkollës fillore dhe asaj të vjeçare në fshatin tim të lindjes, aty ku më pas unë bëra edhe mësuese në atë vend. Pastaj kam vjuar më shkollën e mesme në Rrëshen, në Rubik, kërkoj ndjes për gjithë ata që do të ndjekin dhe thonë si se përmendi Rubikun. Qyteti ku jetoj unë në Shqipëri Rubiku, ku kanë lindur dy fëmijët e mi dhe aktualisht ku kthehem në Shqipëri gjithmonë në Rubik. Atëherë vitin e parë të shkollës mesme e kam bërë në Rubik, ku ishte vërtet shumë të bukura. Ka qenë një shkollë shumë e sofistikuar me një staf pedagogjik vërtet të kuruar, si mund ta themi ne me këtë gjuhën tonë letrare. Pastaj jam larguar nga Rubiku dhe kam vajtur në Rrëshen. Por aty unë nuk kam qenë më nxënëse e jashtme si kur u qunë të dikur, por kam qenë konviktore. Kam marruar shkollën e mesme aty, një sfidë vërtet, sepse normal njerëzit ju duke çudi sot kur I diskutojnë, por ka qenë edhe për ne kanë qenë sfida ishte largesa nga familja, mundësia mos me shku mi taku, etj, pra fëmijët të ardhur nga një ambient fshati, të ardhur në qytet dhe imagjinoni noshta dhe çik diapazoni dhe gjithçka. E gjithsesi, gjatë kësaj periudhe të zhvillimit të këtij cikli jetësor, unë jam marrë me krimtari artistike, që në klasën e 6, ku jam evidentu si një fëmijë që kishte brumë dhe përcjellte diçka ndryshe,
tek profesori i mësuesi i gjuhëletërsisë dhe gjej rastin edhe sot ta përshëndes Gjin Lazrin, i cili bëri me dha një shtys kur më tha, kjo vajzë ka mundësi të progresojë dhe të japje diçka vërtet të bukur. Atëherë kim pa bën hartime, dhe tematika ka qenë e mishme, e shumëllojshme. Normal e dim që ku ka qenë epicendra e tematikave të hartimeve, ama mënyra se si e ndërthura dhe e strukturova unë atë hartim, ai ngeli pa fjalë dhe gjithmonë pastaj më stimulonte, kërkonte. Krimtaria ime artistike aty ka pas anafillat, i ka pas themelet, e pastaj në Roshen kam pas fatin, ndoshta është herë ta them, ndoshta ta kisha thënë më vonë, por këto njerëzit të cilët unë i kam përzemër dhe kanë qenë shtysa e linditës drejt kësaj bote të mrekullueshme, që përkthehet me fjalën art, emblem e pashuar, gjithmonë emblem stimulante, ka qenë i madhi Gjok Beci. Për ulësisht respekt figurës e tij, sepse linditës i ka thënë, je ti. Arti është i yti. Mos më le asnjëri të tjetërsoj atë që ti ndjen në zemër. Aso kohë unë merresh me aktivitete artistike, me këngë, me poezi tek Pallati i Kulturës dhe kishte një zyrë të vogël e gjoka tek biblioteka. Unë gjithmonë shkoja me ato fletoret dhe i thosha, e kam bën mirë këtë, si të duket. Shumë bukur, thote, vetëm kaq, shumë bukur. Aty ma e menen tek e bukura jote. Ti të ndjehesh mirë, pastaj do nxjerrësh edhe perla të radhës. Është për të përmendur, është për të teksuar, është për të vlerësuar, është për të mirënjohur prezenca atij personi në jetën time, në shtysën drejt artit. Pastaj vazhdova shkollën e lartë, si gjithmonë, në Universitetin Luiz Gurakuqi Shkodrës. Ajo periudhë ka qenë një periudhë disi ndryshe, sepse vetë fakti që unë nuk studioja për letërsi, por studioja për një shkencë tjetër që ishte shkencat eksakte, dhe isha futur në botën e kimisë dhe të biologjisë, me luhatën jo emocionalisht, po kohërisht, do me thënë, me të nduan kohën time, për të futur në një shkencë që unë vërtet, edhe pse kam harruar shkollë, e dashuroj edhe atë profesion, por që nuk ishte në idhullim tim, pra nuk isha prerë për shkenca eksakte. Ama dëshira e madhe për të pasur një diplomë, për të qenë diplomuar, i kalonte çdo lloj përmase të meditimit. Dhe nuk kam shkruar shumë në shkollën e lartë, kam ja 2-3 poezi janë ndoshta i çik me sensin erotik, por kupton? Dhe i kam lënë në njan atë periudhë të shkollës, por jo që kam harruar të bashkëjetoj me poezinë dhe me këngën kurrë në botë. Do me thënë, nëse ti do të mhekish poezinë dhe këngën, është sikur me mhek gjakun prej trupit, edhe me thënë tani vazhdo dhe jeto. A mund të jetoj unë pa to? Jo. Kam vazhduar, por jo, më falë, në vitin 1990-91 kam botuar një poezi, të cilin edhe sot gjej rastin ta përshëndes gazetarin Hapësirë Vlerë Marash Mirashi, që ma ka rikthy kohën, sepse janë disa gjana që janë disa etapa që jo i kam harru, po i kam lënë në përsirtare, dhe në një promovim libri në Lezhë, Marash Mirashi tha përgjithsisht respekt dhe mirënjohje ty më vajzë. Unë të mbaj mend që atëherë dhe më ka pëlqyer gjithmonë ajo poezi që ke ty tabut asaj kohe. Mos flas shumë se Jo, patjetër, je këtu pikërisht për këtë që tregosh jetën tënde, përgatitjet tuaja profesionale, shkollën dhe gjithçka tjetër që ti do të ndash me ne. Fole për poezinë, për letërsinë, që asnjëherë se ke lënë pas dore. Libri i parë, atë kujtohet si e ndjerë, si erdhi,
A kishe menduar se do shkruash një libër më përpara? Ishe e përgatitur gjatë kohës me poezi që e kishe të sigurt që do shkruaje libër? Albina, Gjoxha, gjithë jetën kam ndërru dhe ëndrat janë të bukura. Unë nuk të dëgjoj mirë. Nuk më dëgjoni? Të dëgjoj, po jo shumë mirë, thënë drejtën. Ja, një sekond, do të bëj diçka tjetër. Po tani? Po tani të dëgjoj pak më mirë. Tani më dëgjon më mirë, por nuk të dëgjoj unë ty. Ka një problem atëherë leje vijet mesëm që të dëgjoj pastaj, më mirë që ta dëgjojnë të dyja njëra tjetrën. Duhet vë kufjet, nuk të dëgjoj të betohen. Do të thënë Po, ta kemi mund të ishte edhe pa kufje, mos ta dëgjosh edhe më mirë. Nodhin të gjana. Po, nodhin. Tani më dëgjon? Ju kërkoj ndje se... Unë tani të dëgjoj. Më të dëgjoj mirë, mund të themi. Atëherë, ashtu si kundër thash, ëndrat janë vërtet të bukura dhe ëndrat janë ato të cilat ty të frymojnë lirshëm dhe të japin mundësinë e perceptimit të një bote që ti ke qef ta ndërrosh, ta realizosh në vijshmërinë e jetës sënde. Nuk kam rreshtur kur së menduari që unë do të dal me një libër, ka qenë dëshirë e madhe, është si puna për mu, unë e them si e kam dion. Libri i parë ka qenë si puna e lindja e një fëmie. Është vërtet. Dhe e kam përjetuar shumë mamën, shumë mirë. Unë kam jetuar në Greqi, do ta cek më pas, po të them për pjesën e librit, edhe im vlla dinte që unë shkruaj, merre din gjithë, e dishin gjithë që merrem. E aso kohë sapo ka qenë hap Facebooku e këtej ande, dhe unë më shikonte se kur vinte aty, më shikonte që po shkruaja në poezi e këtej ande. Edhe më thot, Lile thot, a ki menu na i herë? Me kalu ma për te një poezie të hedhur në letër. Po thash, poezia në letër hidhër. Jo. Ka një hap më tutje, thot, vlaj. Po unë i di gjitha hapat, thash. Po me kohën. Koha thash sot. Ti mditi ato që ke kriju, mditi dhe themelosi diku. Dhe një libër tani. Pra ishte shtysa që vërtet, sepse kurbeti për gjithë ju e dini, kurbeti është marramendje lodhje. Do flasim për kurbetin. Do flasim. Aty do thënë, kam vendosur, kam mbledhur poezit dhe i kam nisur në Shqipëri për t'i botuar në Shqipëri. Normal aso kohë as një fshënjëri se largesa nga Shqipëria tjerë, por që ja dola mirë, u prit shumë mirë, u bë një promovim madhështor dhe ka qenë një libër që ka mbledh brenda veti çdo pikë loti mërgjimtari. Si e ke titulluar librin e parë? Libri i parë titullohet Mos mi fshi lotët. Edhe kur më është pyetur se pse është ky titull, u kam thënë pse kem vendosur këtë titull, u kam thënë dëgjoni, në gjithçka mund t'i fshini, çdo lloj loti mund ta fshini juve. Sepse do lagë diçka. Ama lotin e mërgjimtarit mos e fshini kurrë. Sepse ai lot nuk thahet. Ai lot për të rihet. Dhe kjo ka qenë ideja e librit, ideja e titullit të librit të parë. Temat janë më tepër për dhimbjen, përderisa dhe titulli, apo i ke temat e larmishme? Dëgjoj, temat e kur je në kurbet, kur jeton në kurbet, janë pak më dhimbshme. Ke një, jo se janë më pak të kur jeton në vendinje, por temat e kurbetit të ngjallin atë dashurinë, të ngjallin mallin, të ngjallin shpresën, të ngjallin gjithçka, mendon çdo gur sokaku i përkthen në fjalë, çdo gur sokaku i bën yll në qiell dhe ti valvitesh në hijet e hanës në mënyrën më të qetmundshme. Është vërtet. Mërgjimtari i lan me lot të gjitha. Në përgjithësi, shumica e mërgjimtarëve, themi, kush është rritur në Shqipëri, e ka mallin në gjie dhe loti nuk pushon në poezi dhe në muzikë.
Lindita, ti në Shqipëri punove para se të emigroje dhe çfarë profesioni? Para se të emigroje. Para se të emigroja kam punuar si arsimtare e kimis dhe biologjis në shkollat të vjeçare aso kohë, kanë qenë shkollat të vjeçare. Në 2 shkolla, për një periudhë bajagit të gjatë, pastaj jam larguar nga Shqipëria. Një profesion vërtet i bukur, Albin, për atë periudhë që ne kemi jetuar. Unë flas gjithmonë për periudhën. Ai profesion është gjithmonë i bukur, është i mrekullueshëm, është i larmishëm, ka një mbështjellje njerëzore sepse po nxjerr në jetë breza të ri të përgatitur. Njerëz, kur themi njerëz jo vetëm si njeri, po njerëz me mend, me dije, me gjithçka. Ama një periudhë në cilën unë kam mësim, kam shumë nostalgji sepse ka pasur mësuesi autoritetin e vet, ka pasur mësuesi targërin e vet, dhe mësuesi ka qenë ai i cili nuk ka pas nevojë të jetë me një shkop gomë në klasë, nuk ka pas nevojë të ketë frikë se mos, jo, absolutisht. Ajo periudhë ka qenë periudhë e artë të dhënit mësim dhe të marrit nga nxënësi të nxënit në mënyrë maksimale. Pra, nëse aso kohë një fëmijë nuk mësonte, nuk ja pritte vlla dhe i ka dek nana asaj pune, mos u merr me ta, kaloje, jepi i 5, se kaloje, vetëm mos me të bësh shumë në klasë. Ama, kur donte me mësu, në atë kohë mësonte, sepse ishte baza e mësuesit. Mësuesi ishte arkitekt i fjalës së të përcjellit të mesazheve për zhvillimin e jetës, për sigurinë e saj dhe për gjithçka rrethon. Pra përgatit të njerëz vërtet që të dalin në jetë me një format vërtet të fuqishëm. Po, roli i mësuesit është shumë i rëndësishëm. Po, sa ndikoi ky ndryshim i madh nga Shqipëria, një mësuese e shkollës së vjeçare, dhe të kalosh kufirin, të arrish në Greqi dhe të ndryshoj komplet qenia jote, mund të themi profesionale mbi të gjitha, sepse karakterin e ka krijuar njeriu dhe karakteri është ai. Por mbi gjitha profesionale. Vuajtjet e para, a ka qenë lehtë apo shumë e vështirë emigrimi? Asgjë s'është e lehtë. Në këtë jetë gjithçka është e vështirë. Dhe kush mendon që në këtë jetë diçka është e lehtë, ajo e lehta që merret të del shumë e vështirë me bërë. Gjithçka është e vështirë, periudha në të cilën ne kemi qenë dhe jemi larguar nga Shqipëria, ka qenë një sfidë me Linditën. Aty kam sfiduar Linditën. Të jesh një person i cili ke pasur përballë veti nxënës dhe të kalosh direkt një kufi në të panjohurën tënde, në të pashkelurën tënde, në të paditurën tënde, kjo do thotë të sfidosh veten. Ka qenë një ndryshim vërtet drastik, sepse do fillosh të mendosh jo si ata, se bën dot të mendosh si ata, po të jetosh si ata dhe të mendosh sikur je. Dhe është një kurb vërtet e çuditshme. Të jetosh si ata, të mendosh shqip. Nga ke ardhur të mendosh shqip, se kjo ka të bëjë edhe me gjuhën. Ne donim të flisnim greqisht, po mendonim shqip edhe nuk na dilte mirë greqishtja. Apo italishtja në fillimet e mia këtu. E bukura ime, Albin, është që unë greqishtën si ja kam ditë kurrë si fjalë në jetën time, edhe pse im shoq jetonte atje, edhe se 2 vëllezërit e mi ishin atje, kanë jetuar atje, unë s'kam ditë as si fjalë. Dhe unë kur kam vajtur atje jam munduar të komunikoj italisht, anglisht, spanisht, do të thënë frëngjisht. Unë mundosha me gjithë shpirtin të gjeja diçka të bukur, por edhe më vite i natë sepse këta nuk din. Pse nuk din, a kupton, ose kur vejan farmaci mendoja që farmacisja do të jetë poliglote. Ajo vetë shikonte kështu greqisht edhe pare. Por që pastaj njeriu ku shkon duhet me mësu, duhet i vejë kusht, sepse nuk ka kthim mrapa, i kthyri pasër gjithmonë i humbur në momentin që ti nisesh, nëse ti do të rimarrësh hapin këtej.
Edhe ja dola avash. Sfit ka qenë sfit shumë e madhe, me gjithçka treton, me mënyrën se si mendoshin ata, me mënyrën. Qëndruat shumë vite në Greqi? Kam qëndruar shumë vite, deri në 2011. Ishte atë dashuria, o si erdhën punët që vendose të ktheheshe përsëri në Shqipëri, apo ti çdo ditë mendoje veç kthimin? Dëgjoj Albina, unë kam një për vite dhe vite me radhë në Greqi pa letra. Dhe për gjithë ata që jetojnë emigrant e di që do të thotë të sfidosh veten për të mos pasur mundësi të jesh pranë prindërve tu, të paktën pranë prindërve tu. Ajo është vërtet është diçka që të pritet me thik, edhe nuk ke asnjë lloj alternative. Kur ke alternativa të tjera e çon mendën gjithandej, po kur diçka të pritet me thik, është e prerë me thik. Dhe rikthimi im në Shqipëri ka qenë jo shumë për se tani na pëlqen të jemi dhe adhetar, po adhetar jemi në shpirt, do vazhdojmë të jemi, ama mirëqenia e fëmijëve dhe familjeve duhet shkoj aty ku ke mirëqenien e progresin e fëmijëve. Por unë jam këtu në Shqipëri sepse duke qenë se kam një shumë vite pa në Shqipëri, aso kohë u hapen vizat 3 mujore, a 6, nuk e maj mend, mirë. Por në atë periudhë i matë në rojet. Dhe unë kisha shumë vite pa taku, edhe pse isha pa letra, kam marrë rrugën edhe kam marrë. Kjo është arsye pastaj që sepse komunikova me të paradite në orën 2 dhe i thash do vi për Shqipëri, sepse dija që është i smund, tha jo, tha vetëm maman e 2 vajzat që ke, tha, mos hajde, tha sa unë një grip ashtë dhe do më kaloj, dhe 12 natës më kanë thanë që kanë nevojë dhe kam marrë rrugën e kam marrë për Shqipëri. Pastaj normal se ishte kjo lëvizja, shkoja, dhe thash, është një lodhje, një zorizje shumë e madhe dhe kam marrë rrugën e kam marrë në Shqipëri. Sepse shkosh vish edhe pa letra isha, nuk isha shpresë fare për letra, një 2 lek që na i morën avokatnit për të bërë letra dhe prapë kursuman, dhe thash më mirë po kthehem, tu në Shqipëri zanatin e kam, profesionin e kam, po asnjëherë nuk dalin gjanat ashtu sikur ti mendon, sepse edhe këtu kishte po ka qenë vite më të vështira për letra, për gjithçka, po u ktheve pa letra nuk hyje dot. Kjo është e vërteta, faleminderit për sinqeritetin e plot, mund të themi. Kjo ishte. Por le të kthehemi prap poezisë, letërsisë që të pëlqen shumë, sepse po flasim për emigrimin, do rrim deri mëngjes të flasim bashkë, dhe unë jam emigrante, e di si funksionon pak a shumë. Me mendjen të kthehemi dhe si jemi kthyer. Cila është pika jote e dobët në poezi? Muza jote, ku shkon më tepër si bleta për të marrë nektarin? Është e sigurt se asnjë poet nuk ka vetëm një pikë të dobët. Por ta gjesh një për hatrin tonë, themi. Të gjej diçka. Po jo më Albin, për mua edhe ky bashkëbisedim që po bëj me ty është një muzë që do të më përcjell një poezi të bukur pastaj. Pra gjithçka më referohet, gjithçka që më sillet, gjithçka që kam rreth e qark, në të gjitha opsionet që më dhuron jeta, është një muzë e pashteshme për mua, sepse më jep mundësinë ta shikoj jetën me syrin e atij tjetrit. Do thosh si a bën dot. Unë përpiqem të hyj brenda. Të hyj brenda buzëqeshjes së tij, të hyj brenda lotit të tij, ndjesisë së tij. Jo gjithmonë poeti apo shkrimtari është epiqendra, është protagonisti kryesor i krijimeve të tyre. Jo. Ne jemi ata që u japim zah fenomeneve të cilat ngelin në sirtar nga të tjerët. Pra, ne thjesht ju japim frym, i bëjmë të jetojnë. Kaq. Po jo se nuk mohohet ajo që nuk jemi pjesë, jemi në shumicën e rasteve jemi edhe ne. Kemi edhe ne pjesë të jemi protagonist, po munohemi me lezetë. Unë për veti munohem
mi dhan dimension, do më thënë e përcjell dimensionin ka tjetër. Dha shumë drejt. Keni ndonjë libër aty afër apo jo? Unë kam... Do kishim dëshirë të dëgjoni kam një poezi? Kam shumë libra. Kjo është në Bugra se ti të pëlqen Shkodra, arti i fjalës shkodrane, që janë pjesë e këtij vëllimi, ka qenë kënaqësi dhe Vasil Marku, kudo qoftë Vasil që jeton duket në Amerikë tani më, e përshëndes nga ky emision dhe i them faleminderit që më ke bërë pjesë asaj e këtij vëllimi poetik për mbledhjeve me poet shumë të mrekullueshëm që mbartin tana trojet shqiptare. Ishte kënaqësi dhe unë të falenderoj. Njëri këtu kam edhe Gjok Becin, e kam edhe shumë të tjerë. Tani unë kam libra po të disha poezie me të recitu. Me të interpretu, se më kujto fjala recitimi që kurit. Ka problem dikur recitimi kemi thënë. Po. Ja me dashni, tash sa ti mbledh se dhe unë tani... Derisa Lindita të gjej të poezin, mund të përshëndesim. Pa problem, gjejme... Të gjithë ata që na ndjekin Albin, të gjithë ata që janë pjesë e këtij emisioni, do t'i përshëndes me një poezi atë dhe dashurie, sepse kemi qef edhe t'jemi adetar, por duhet ditë që të jesh adetar, duhesh vërtet të sillesh si adetar. Jo vetëm të kesh qef, por duhet dish si sillesh. Kjo është saktë. Unë do të interpretoj një poezi e cila është botuar tek vëllimi poetik 5 degët e një trungu të rrasin, Nusja shqiptarisë. Rrugën e lashtësisë, epoka që ndisi, Ilire, Dardane, ecë me gatiti, krenarisht luftarake dragoj në brezi për tokë. Për tokë, flamur, për të shtrenjtën Shqipni. Në lopja, për lotët në krahët të Shqiponjës, vështim shpat rreth troje sharbnore, ulet në gjunjë, prajnë rënjës së vjetër, eshtrave besëna të gjakut të kësaj toke. Zëri buqet, fuqishëm në kuvend epoka, haraqi vjetër të ka ngelur peng, ditët po afrohen, mblodhen bitë e Shqipës, nose me flamur, në luft shteg më shteg. Dasmor, Shqipëria shekullit i thandal, dëgjo ma këngën, e shkrova me gjak. Ktheprat e Shqipës janë e imja pënd, është i imi shpirt, bajrak me bajrak. Dëgjoje në zërin nga fundi dheut. Amanetit unë furishim qiell dhe, valet të lumeve në shtrat mbajnë natin, përpin shtrëngata, gjëvime, rrufe. Erdi dita asaj këngës së shkruar me gjak. E asaj nusës kur ormalesh duvak. E Shqipës si rrethoj pashen pash në trojet armënore, dita bashkimi, dita e dëshmorve. Faleminderit Lindita. Po vjen një zan një zhurmë. Është muzika që ka vënë djali edhe dëgjoj ai tekniku. Vjen më shumë. Po, sepse ke vënë kufjet, prandaj vjen shumë e fortë. Okay. Dhe faleminderit që ndave me ne një poezi advetare me, si thojnë, me gjitha yjet që i meriton. Të përshëndesim pak dëgjuesit, teleshikuesit dhe komentuesit, i falenderojmë nga zemra që na ndjekin.
Det Mark Leshi na thot përshëndetje. Pak e shkruaj me shkurt se mu pëlqen shqipja me shkruajt tamam, por përshëndetje e kemi kuptuar. Seme Lulanaj, përshëndetje. Është kënaqësi të ndjekësh këtë emision. Faleminderit Seme, të përshëndesim dhe ne. Dal nga dal do lexojmë edhe mesazhet e tjera, por i lutem regjis, pas poezisë na krijon një ambient me muzikë. Kemi nevojë për pak muzikë. Prestëm vije vajza, prestëm vije djali, prestëm vi pranvera. Prestëm vije vajza, prestëm vije djali, prestëm vi pranvera. Se ka hikrinia, ka me të veç pleqnia, në pararat tjera. Se ka hikrinia, ka me të veç pleqnia, në pararat tjera. Në përvenat huja
mbaroj Shqipnia, se na hudoj zemra, se na u shkurtoj jeta. Se mbaroj Shqipnia, se na hudoj zemra, se na u shkurtoj jeta. Se mbaroj Shqipnia. Ja, ku kthyen përsëri në studio. Të përshëndesim komentuesit Todjana Taka Ibrahimi. Mirëmbrëma, urime për emisionin gjithë stafit një dritare. Suksese poete Linditës. Petrit Nikoli, respekte. Ivdije Gjemali, urime dhe suksese. Falenderit, ju përshëndesim. Falenderit që na ndiqni, falenderit që komentoni. Unë kam zgjedhur një poezi të poetës Lindita Nikoli. Prenga. Lindita Prenga, më falë të ngatrova me një shoqen time, Nikolin, di emrin. Më falë Lindita Prenga, shpresë. Kur heshtjen ndryll për te dritës së shpresës, asaj shpresë që shpirtin ta tundon në të marrëmet e diellit, të shkrumbon të bën ashke pastaj të mlell në grusht, asaj të mos frymimit gjerë në qelizën e fundit të trupit tënd, e bota zgërdhihet përballë teje me janaret e turfulluar nga tërbimi vjeshtak hormonal i këtyre tipareve sporadike. Asaj të mos ekzistencës së qenies humane të përbetuar, asaj virgjëreshës me shpirt të lirë kuror relike. Kur vetën e ndryll kruspull në vorbullën e mendimeve, e shtrëll për ditë mbështjell me pëlhur fustanell shtatin lulamireve. Ndeshesh me epokën e heronjeve, galeneve, ignorancës pjesë vetë epokës së frymëzimeve. Ndeshesh me dallgët e trazura të ëndra, dëshirave dhe kujtimeve. E ti përsëri me sytë e përlotur që në shasin faqeve brenda vetës valon në damaret prej inatit, mërzis, urrejtjes, pabesis, prej vnerit të mbledhën mune gjoks shtëllun, prej dreqnish që të zgërdhihen ditën me diell. Prap mundohesh të përcjellësh mirësi për atë sy të trishtuar, bozëqeshje çdo ditë për zemrat e thyera nga vetëne. Dashuria aty ku është djegur që nga rënjët e gjitha është shkatruar, të përcjellësh një tjetër aromë, jete, asaj të emëruar shpresë për një epokë të re. Mashtasht me ndrua në vetmin teme, me shkrujtun të tana në ranën e helme, me u mendu me i rështu në odën e paemër të gjithë ju, të përbetuajmi e besës së rrejshme. Shumë herë kam patur si dishmetar hanën, jam rrëfy për natë në ndritën flakruse, kam këndu në anë
za krah për krah me zanën, mandej jam mjaftue veç me shkelqime vezulluese. Dhe kur s'kam mujtun, kam marrë vallën hije mërzive bjeshkalijeve, kam tretur lotin tek shpella akullit, kam buzëqeshur shpirtrisht me çdo nusërim vajzrie, po kur zbana pakt me ideologjinë e djallit. Kam këndue, e prap do të këndoj, me notat e ashtit, çdo lot apo buzëqeshje që koha do ma serviri. Kam shkruajtun, e do shkruaj çdo vezullim të qastit, muz dhe pa muz, ashtu siç më ndjen shpirti. Të falenderoj është pak. Për këtë vargje, me të vërtet figura stilistike s'po i përmend metaforat e gjitha sa është e qëndrisur, por tema që trajton, mesazhi që jep është i mahnitshëm. Faleminderit shumë, Lindita Prenga, ta them vjevrin. Shumë faleminderit. Tani interpretove ti isha ti gjumë me vëmendje, do të thënë që i kaloj muza krejt, do të thënë kështu. Unë e mora nga Facebooku, tani para emisionit thash më pëlqej, thash do ta... Faleminderit. Shumë faleminderit. Po, le t'i kthehemi përsëri krijimtarisë. Libra tjerë, përveç ne folim vetëm për librin e parë, por ti je bashkëautore në shumë antologi. Më mirë të flasësh ti, sepse libra tuaj më mirë se ti nuk i din asnjë. Unë i lexova me kujdes. Dëgjoj, unë jam shumë, kam marrë pjesë në shumë antologji poetike, si thuash, dhe për mua ka qenë një eksperiencë vërtet e bukur. Dhe vazhdon të jetë eksperiencë e bukur, sepse kur bashkërëndohesh dhe shkon në mënyrë të njëtrajtë me artistë të penës, të cilët shpinë ndjenjat e tyre në mënyrën ma pisnike të mundshme, të japin emocion, ashtu si kundër edhe unë do të ketë ndan emocion tek ata. Librat të cilat antologjit të cilat kanë dalë në bashkëpunim me poetët e tjerë, janë 5 deket e një trungu të rasin, janë antologji për nanën, poezia arti fjalës shkodrane, kushtrimi i lirisë, e shumë libra të tjerë. Këto kohët e funit kam nxjerrë librin Ëndra në Udh Kryq, është monoautorsi, sepse më vjen nga me thanë monoautorsi, duke sikur po e kthehem retrospektivisht vetes time të dikushta, por autorja jam, domethënë është imi, pa huazime apo pjesë tjera të poetëve të tjerë. Është totalisht vëllimi poetik. Janë 2 vëllime, të tjerat janë gjitha bashkëpunime me të tjerë. Poet që vërtet të gjithë emën për emën kudo janë. I përshëndes me shumë dashni Musa Jopullin, Gjergj Nikollën, se po mgrumullohen shumë edhe thonë që s'na përshëndetin, gjithë ju përshëndes. Mentor Thaqin, Prantanushin, janë shumë. Gjithë ju kërkojnë ndjes që nuk po më vinë emrat tash për momentin, po gjithë jeni të mrekulluar. Drita Feza, ka shumë. Ndjes për gjithë ata që si përmena emrin, po ju kam gjanë dhe ju dua gjithë. Por përveç poezisë, ju dhe këndoni. Dhe kënga është e hershme që kur jeni në moshën e rinisë, apo që fëmijë një fjalë keni filluar të këndoni. Unë vi nga një familje e cila ka traditën dhe gjak në shpirt. Në familje time ka qenë, në kullat e mia ka qenë lahuta, që të gjithë këndojnë, me këngën, me thanë shpirtin e shpirtit, kënga nga unë është poseduar përpara se jam marrë me poezinë, por që këngën e kam lënë i qik një heshti, e kam bështjell diku, si fëmin, edhe kam lënë aty për ta rinxjerrë në një moment të dur,
sepse më zhdukur gjithjetën që, jo gjithjetën, po, kur fillojnë angazhime të fuqishme bashkënane të tjerë janë disa gjana që unë për veten time si Lindita kam pas dëshirë të madhe të angazhohem shumë me familjen time, familja shumë e shenjtë. Dhe të jem krah fëmijëve të mi në çdo lloj etape që ato kanë. Prandaj nuk jam marrë me këngën dhe jam fokusuar tek poezia. Po nuk e kam lënë, nuk e kam harru, këto kohë kam dalë në treg me një projekt muzikor, do vazhdojnë të tjera, do dalin dhe të tjera, me nim të Zotit, si thonë, edhe me shnetin, Zotin përpara në mrapa, do dalin edhe gjana të tjera të bukura. Le t'i kthehemi Linditës, ne I dëgjuam edhe 2 këngë shumë të bukura më përpara, komplimentet e mia, me të vërtet këngë shumë të bukura, sidomos këngën e fundit që keni bërë me Kol Becën, nëse nuk gabohem, është një këngë shumë e bukur. Ka një temë jashtëzakonisht goditur dhe 2 zëra të mrekullueshme, muzika fantastike, mund të themi. Po le t'i kthehemi Linditës si intelektuale që jeton në Lezhë sot. Lindita si një ditë e Linditës si është? Profesioni, familja, gjitha së bashku? Lindita herë si shenjë është gaforja për gjithë ata si se din dhe din që prioritet ka jep dashnim atje për se sa duhet me dhanë nga herë. Po fillojmë me shenjën e horoskopit atëherë. Ja, ve shaka. Lindita si intelektuale, unë jam pjesë e një plejade shumë të fuqishme që ka të bëjë me menaxhimin e burimeve njerëzore në Bashkinë e Lezhës. Ka që nga 2016 jam pjesë e këtij stafi të mrekullueshëm dhe gjerasin edhe këtu nëpërmjet kësaj dritarje të vogël, por me shpresë shumë të madhe dhe me një virtualitet kaq human, që t'i përcjell falenderimet e mia të gjithë atyre që janë pjesë e këtij stafi, sepse me të vërtet ju duket nganjëherë kur I shohin njerëzit nga jashtë I marrin si për hajgare thon, nga Dardania, po si për shaka, ama aty vërtet bëhet punë e mrekullueshme. Dhe jemi të fokusuar gjithmonë për të mirën e qytetarëve dhe të jemi sa një zë I fuqishëm, një krye fuqishëm për ta. Ashtu ka funksionuar gjithmonë dhe ashtu do të funksionojë sepse jemi impakt I përbashkët. Si zyrtare, çfarë them unë? Aty në puna ka obligimet e veta, ka intensitetin e vet, puna është punë dhe duhet bërë me rigorozitet, qytetari ka nevojë për shërbim dhe duhet ta japë se s'bën, nuk ka rëndësi ai e smuna, si kur thotë ti çfarë, pra duhet mbledhësh gjitha forcat dhe qytetarët e shohin me buzëqeshje dhe t'i japësh atë që ai ka nevojë. Domethënë në proporcion me gjitha ligjet që ka, sepse ka edhe kërkesa, por ato që është mundësia për t'u dhënë dhe I parashikon ligji normal që zhvillohet një procedurë dhe I jepet rrugë për zgjidhje. Të përshëndesim edhe një herë të gjithë teleshikuesit, faleminderit që na ndiqni dhe komentuesit, faleminderit që na komentoni. Ildia Xhemali, të lumt një dritare, e Zoti Gjin Musa dhe Albina Ceka, që po na njihni dhe sillni zëra poetik që na kënaqin me fjalën e tyre. Të përshëndesim Ildia. Suzana Muqa, Albina je mrekullueshme zemër, faleminderit Suzana, të përshëndes. Shohim të tjerët. Erde Ceka, përshëndetje Albina, suksese. Vita Ceka, që na ndjek, përshëndetje Albina, faleminderit. Kemi Emnie Krasniqi, përshëndetje portali një dritare. Përshëndetje për ty Albina, pas keni një patriotë të madhe, si që është Lindita, jeni të mrekullueshme. Faleminderit
Krasniqi të përshëndesim. Gëzim Arapi, përshëndetje Lindita Prendga, suksese, të përshëndesim. Faleminderit që na ndiqni. Lindita, diçka, Albina, për të gjithë ata që komentojnë janë prezent tu, unë personalisht si e ftuar në këtë dritare, ju jam shumë mirënjohëse, jeni të mrekullueshëm sepse është diçka vërtet suportuese dhe emocionale, ndërkohë që jeni prezent ju, bëhet diçka edhe më e bukur. Sepse asnjëherë poeti, këngëtari, artisti ka nevojë, sido që tjetë në skenë, ka nevojë për duartëkitjet e publikut. Ato janë ushqimi i shpirtit ti. Nuk ka nevojë, për mua për shembull nuk ka shumë vlerë monetar llaku në momentin kur duartëkitja e publikut është aq emocionante dhe të bën të rilindesh 100 herë nga zerrja. Kështu që unë ju falenderoj dhe ju kam shumë gjatë gjithë. Respekt. Patjetër i falenderoj me të vërtet. Pa ato nuk do ishim. As poet, as këngëtar. Mendimi juaj, Lindita, për krijimtarinë, për masën e madhe të krijuesve shqiptar, dhe a ka krijimtari cilësore dhe a vlerësohet krijimtaria cilësore sot në Shqipëri? Edhe në diasporë, mos na lini pas dorën e diasporës. Moja Albina, unë nuk jam një korrektore decisive për krijimtarinë artistike, ama duke qenë se një plejade hershme e të shkruarit, sepse është tjetër ti është vajshkruese, tjetër ti është poete, tjetër ti është vajtemore, ka shumë etapa, domethënë. Unë do të them diçka për mos u ngel hadri askujt, sepse fillon kjo jo po si e tha ku e tha. Sinqerisht kënaqem në shpirt që ka njerëz të cilët mundohen me shpërthy dhe me përcjell art. Por duhet me ditë diçka. Unë jo pak herë, po shumë herë nga njerëz e miq vërtet mrekullueshëm, të mi që ka dash Zoti i kam me bollak, a kupton, poet edhe shkrimtar, kam pas edhe vëritje. Lindit, kjo për mendimin tim është e tepërt. Tu, a kupton? Dhe unë kurse si asnjëri se kam marrë për inat, por i kam falendëruar me gjithë shpirt. Kur kritika është me vend, është frydhamse më themi. Me gjithë shpirt, ka rëndësie. Kritika të bën të mendosh. Sido që ti kritika të bën të mendosh dhe të kërkosh të tua. Sidomos kur shihet nga vjen kritika, një që kupton poezinë. Dhe gjithçka kritika është e mirë. Tani, a ka krijimtari me bollëk? Ka krijimtari me bollëk. A kanë mundësi që të bëhen poetët tonë? Po, për këtë po a them unë që kanë mundësi, sepse unë për vete, para çdo lloj krijimi artistik që kam bë, i kam hedhë në Facebook. A kupton? Nuk kam rry privasin tim. Kjo, për periudhën që kemi jetuar dhe vazhdojmë të jetojmë, ka qenë diçka që unë jofta u afirmova si e tillë, edhe burimi i shpirtit ishin komentet. Dhe aso kohë, komentet ishin vërtet me gjithë shpirt. Dhe nuk ishte koment një emoji, një qesh, me një qamë, një super, një kështu, po kishte komente të cilat të bëshin të mendosh. Ishte analizë shkurtër e poezisë. Analizë poetike. Shkurtër e poezisë. Ato janë komente. Në çdo detaj. Ajo është të vlerësosh poezinë më të vërtetë. Absolutisht. Dhe unë jam e lumtur, sinqerisht jam vërtet e lumtur që kam njoft shumë shkrimtar të mirë, shumë njerëz me vlera, sepse krah atyne kam arritur edhe unë të pozicionohem. Nuk ka le kush perfekt. Askush nuk është perfekt. Çdo njeriu rritet e kuron veten e vet në vijim. Mjeshtria vjen me vite, mund të themi. Edhe arti. Unë nuk shkruaj sot sikur kam shkruajtur asë kohë. Pra, kemi shumë llojshmëri dhe kemi bollshmëri krijuesesh, ka nevojë për korrekturë të fuqishme, sepse të marrësh një ISBN, duhet të dish që ka peshë të madhe. Pra, të themelosish një libër qoftë në bibliotekën kombëtare shqiptare, qoftë në bibliotekën kombëtare të Prishtinës, unë kam një në Shqipëri, tjetër ne kam në Prishtinë, duhet është përgjegjësi dhe sinqerisht
duhet ketë një korrektur serioze, dinitoze, jo tendencioze. Që çdo kushi të di sa vlen, sa peshon vlla. Ke përcjell art. Po, do me përcjell jam shumë dakord. Se tash u bë poet njëri, poet tjetër. Po shishur mërsi janë. Po lopotallok, kush U ka? bëm kori poetëve. Lindita, po ju vjen fundi dal nga dal emisionit dhe du të shkurtimisht. Për ty, sa e rëndësishme është gegnishtja në poezi? Se unë e du fort gegnishtën, thëmë drejtën. Na kërkohet standardja gjithmonë, po gegnishtja është amëlsin. Atëherë, o njerëz mirë dhe ju që ndisni, ju që na ndisni dhe ndisni këtë dritare, si me mu, si me poeter në vimësi, unë po ju them që gegnishtja është i shpirtit tim. Unë pa gegnishtën nuk munem, nuk jam standarde e gegnishtës. A kupton? Sepse normal, gegnishtja është a shkollë në veti. Flasim për gegnishtën e Fishtjane, e gegnishtën e tanishme. Unë mundohem me krimtarinë artistike, nuk e di se më shko shpirti më shumë ka gegnishtja. Unë edhe shkruaj në gjuhë zyrtare, por me thanë shpirtin, ore shqiptar, shkoj ke gegnishtja i ka dit nana. Që shjem vitort, është gegnishtja për poezinë, se amelton. Është fuqishme, edhe interpretimi kur bëhat i poezive në gegnisht, të duke si... ka një forcë, I jep me forcë, i jep me pesh, i jep me bazë, ku dion. Pastaj rëndësi ka poezia... Respekt për dialektin tost. Jeni të mirë dhe ju dhe juve. Planet tuaja në të ardhmen. Çfarë planesh ke? Do të shohin në prozë apo do vazhdosh me poezi? Planet e mia në të ardhmen janë shumë more vëlla. Po 2-3 sonte do I themi në herë tjetër tjerat. Unë poezi nuk e la kurse si. Nuk mundem me lan, se nuk më le ajo mu. Kam menduar që të vazhdoj edhe me prozën, por du të jem vërtet e qetë, sepse është që nga angazhimi madh edhe në punë dhe nuk të proza do proza do ulje të marko shumë, patjetër. Të marko më shumë. Duhet kesh po të lirë. Pastaj nuk e kam bë mend me lan kongën më. I kërkoj falje kongës shumë edhe Linditës së atëhershme që pse nuk ka shpërty në këngë, por gjithsesi koha bat veten, jeta është e tillë dhe do të paja mohu diçka veti nuk realizon diçka tjetër. Jam e lumtur për gjithçka kam arrit, por këto janë objektivat e mia, projekte muzikore, krijimtari artistike dhe një nën shembull për dy vajzat e mia. Lindita, në minutat e fundit ke mundësi të japësh një këshill për të gjithë autorët dhe të përshëndesësh atë që ke dëshirë ti sonte. Shkurtimisht I japim 3-4 minuta, se minutat po I vjen në fundi emisionit. Iku pa kuptuar. Për të autorët të cilët duan të merren më art dhe kanë dëshirë të pozicionohen apo të bojnë në pjesën e artit, do t'ju thoja të studioni I qik më tepër letërsinë, sepse nëse nuk studioni nuk do të arrini të gjeni figura letrare, nuk do të arrini të bëni asnjë gjë, do të jesi vetëm diçka e thatë që shumë shpejt e merr era si atë ranën mes detit sa të vjen dallka. Do doja të shihja autor cilësor dhe të më kënaqet shpirti kur t'i lexoj. Për sa I përket përshëndetjeve, përshëndes të gjithë njerëzit, të gjithë ata që po na ndjekin me gjithë shpirt, nga Mirdita, ju përshëndes dhe ju kam shumë gjatë. I përshëndes edhe unë Mirditore se jam nusë Mirdite. Faleminderit. Përshëndes kolektivin tim të punës, ku unë punoj. Burimet njerëzore u kam gjanë, ju e dini gjithë. Dhe pa përmend emra, sepse nuk duhet të përmend emra në këtë pjesë, do doja të përshëndesja me gjithë shpirt atë I cili sot më bëri që të deputoj në pjesën në fushën e këngës, Kolzefin,
besoj tek unë, me një qetësi, me një maturitet të papar dhe bëri atë që unë për veti ndoshta do ta kisha bën por shumë më vonë. Ai më tha Lindit o sot ose mos e bë më. Kështu që unë besova tek ai dhe ai besoi tek mua. Prandaj projekti muzikor doli vërtet i mirë dhe Brangita, mori rrugë. më vjen keq, erdhi fundi i bashkëbisedimit ton sonte. Unë të falenderoj që ishe sonte me ne, ishte kënaqësi bashkëbisedimi me ty dhe të uroj një darkë sa më të këndshme. Të nderuar teleshikues, ikën minutat pa ndjer, ju uroj një darkë të këndshme dhe miru takofshim në emisionet e tjera. Natën e mirë!